Fitneja e Dejjalit, fitne e madhe. Një sahabi I cili me sytë e tij e pa Dejjalin. Kush është ky njeri I lidhur me zinxhir, duar edhe këmbë? U habitëm, kush është ky? Dejjali është I krijuar, Dejjali sot ekziston në një ishull. Ku është ai vend? Zbritja e Isait alayhis salam. Atë ditë do të flet edhe guri edhe druri. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Falënderimi takon Allahut subhanahu wa ta'ala. Atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, nuk ka dyshim se çdo gjë e një ditë do t'i vijë fundi. Nuk ka dyshim se të gjitha krijesat një ditë do t'i dorëzojnë shpirtin Allahut azza wa jall. Nuk ka dyshim se çdo gjë në këtë dunja do të shkatërrohet. Një ditë do të vijë kiameti. Mirë po, kur do të ndodh kiameti, atë e di vetëm Allahu azza wa jall. Ndërsa ne si musliman jemi të njoftuar, jemi të lajmëruar për disa shenja të cilat na tregojnë neve se kiameti është afruar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditëve doli dhe I pa disa sahabe duke biseduar, duke diskutuar në mesin e tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju bani pyetje, por çfarë po diskutoni? Than, po diskutojmë për kiametin ja Rasulallah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nuk do të ndodh kiameti derisa të dalin, derisa të shfaqen 10 shenja të mëdhaja të kiametit. Kur do të ndodh kiameti? Vetëm Allahu e di. Mirë po, para se të ndodh kiameti, do të paraqiten, do të shfaqen 10 shenja të mëdhaja të kiametit. Në mesin e tyre, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmendi një shenjë të madhe të kiametit, e cila është sprova më e madhe, e cila është fitneja më e madhe, e cila është rreziku I madh për njerëzimin. Dhe kjo fitne është fitneja e Dejjalit, që kemi përmendur se Dejjali do të vije me fitne të mëdhaja, do të ketë lumin e tij I cili duket ujë, në realitet është zjarr, do të ketë lumin tjetër I cili duket zjarr, në realitet është ujë, do të ketë mundësinë që të kërkon shi dhe shiu të bije, të kërkon të dalin bereqetet dhe bereqetet të dalin, të kërkon nga shejtanët në formën e njerëzve të vinë në formën e njeriu të vdekur, të babës dhe të nanës, të mbyt dikant dhe të ngjall atë përsëri para syve të njerëzve, dhe kështu me radhë. Fitneja e Dejjalit, fitne e madhe, ndërsa në një prej transmetimeve, në një prej haditheve, të cilin e nxjerr Imam Muslimi rahimullah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregoi për një rast të veçantë,
për një ndodhi të rallë e cila nuk është përsëritur, e cila ka ndodhur vetëm një herë dhe të cilën e përcjelli para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një njeri, një sahabi i cili me sytë e tij e pa Dejjalin dhe i cili në këtë dunja ende para kiametit e takoi Dejjalin. Kush është ky njeri? Ky sahabi quhet Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu. Në këtë hadith që e transmeton Fatima bintu Qais radhiyallahu anha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u vonua për në namazin e yacis, pastaj thiri që të dalin njerëzit. Erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e falën namazin, e pastaj u drejtua ka xhamati, u ul në minber, ju drejtua atyre duke ju thënë: nuk ju kam thirr për ndonjë gëzim apo për ndonjë frikë, ju kam thirr që t'ju tregoj për atë që i ka ndodhur Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu. Çka i ka ndodhur Tamim ad-Dari? Kishte udhëtuar me anije në deti nga valët e mdhaja, ja kishin humbur dhe gabuar rrugën, derisa e quan valët e detit anijen pranë një ishulli. Tamim ad-Dari me të tjerët të cilët ishin në anije u ndalën në atë idhull, e pa një krijesë të quajtur gjessase në formë të kafshës e mbuluar me qime, nuk dihej cila është ana e pare saj dhe ana e mbrapa saj. I falën asaj: çka je ti dhe kush je ti? Unë jam gjessaseja. Mirë, po nëse keni ndonjë gjë, nëse ju intereson ndonjë gjë, hyni aty brenda, aty afër. Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu u afrua dhe hyn brenda. Thot: e pam një krijesë apo e pam një njeri, duart e lidhura deri në fytin e tij, i lidhur me zinxhir, duar edhe kamb, u habitëm: kush është ky? Kush je ti dhe çka ban ti në këtë vend? Tha: por derisa ju keni ardhur te unë do t'ju bëj pyetje juve: kush jeni ju? Than: ne jemi nga populli arab, na e ka humbur rrugën valët e detit dhe anija na ka sjellur në këtë ishull. Kush je ti? Tha: unë i kam disa pyetje ndaj juve. Çka ka ndodhur me hurmat e Bejsanit? I than: çka të intereson për ato hurma? A kanë ende bereqete në një vend i cili sot është në Palestinë? Ato hurma a kanë ende bereqete? Than: po, ato hurma ende kanë bereqet. Do të vijë koha që ma nuk do të kenë bereqet. Pastaj tha: çka ka ndodhur me lumin Taberie? Tha: çka të intereson për atë? A ka ende ujë? Tha: po, lumi Taberie ende ka ujë. Tha: do të vjen koha që ma nuk do të ketë ujë. Pastaj bani pyetje për një lum të quajtur Zugar. Tha: a ka ende ujë? Dhe a marri njerëzit prej tij dhe i ujitin bimët dhe pemët e tyre? Than: po. Tha: do të vijë koha që nuk do të ketë ujë. E pastaj bani pyetje dhe tha: çka ka ndodhur me atë pejgamberin i cili do të vijë te një popull që nuk din shkrim dhe lexim? Than: ai ka ardhur në Mekë dhe pastaj ka kaluar në Medinë. Ju bani pyetje atyre: e arabët a e kanë luftuar atë? Than: po, arabët e kanë luftuar, mirë, po një pjesë e madhe e kanë përkrahur dhe ai ka fituar. Tha: ma e mira e tyre është sikur ti nështrohen ati. E pastaj ju drejtua atyre duke ju thanë: a dini kush jam unë? Kush je ti? Unë jam Dejjalli. Dejjalli është i krijuar, Dejjalli sot ekziston në një ishull. Ku është ai vend? Vetëm Allahu Azza wa Jall e di. Tha: unë jam Dejjalli, do të dal mbi sipërfaqen e tokës, do të qëndroj 40 ditë, do ta eci gjithë sipërfaqen e tokës, përveç se nuk do të kem mundësi të hy në Mekkë dhe në Medinë. Çdo herë që do dua të hy në Mekkë dhe në Medinë,
do të qëndrojnë me lajket me shpatat e tyre dhe nuk do të më lejojnë që të hy brenda. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shkopin e tij i ra minberit 3 herë dhe tha: "Hadhihi tayyiba, hadhihi tayyiba, hadhihi tayyiba." Kjo është Medineja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që nuk do të ketë mundësi të hyjë Dejjalli as në Mekke, as në Medinë. Do të shfaqet, do të përhapet në gjitha vendet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Deshta që tua përcjelli këte që i ka ndodhur Temim e Dariut radiallahu anhu, a ju kam treguar unë për një gjatë të tillë?" Than: "Po ja Rasulallah." Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Do del Dejjalli, do del nga lindja, do del nga lindja, do del nga ana e lindjes." Pra Dejjalli do del mbi sipërfaqen e tokës me gjitha ato fitne të mëdha, me gjitha ato sprova të mëdha, dhe sa për njerëzve me mira njerëz do të rrezikohen, do të pasojnë Dejjallin, do të jenë të qëndrueshëm ata të cilët kanë ecur në rrugën e Kur'anit dhe në rrugën e Sunetit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na njoftoi që ne të kemi mundësi, ta kemi parasysh të ruhemi dhe të mbrohemi, të kemi mundësi që ta njohim dhe ta dallojmë Dejjallin. Në çfarë mënyre? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Çdo pejgamber ja ka tërheq popullit të tij vrejtjen nga Dejjalli." Edhe pejgamberet më herët, Nuhi alayhis salam, Ibrahimi alayhis salam, Musa alayhis salam, çdo pejgamber i ka treguar popullit të tij për fitnen e Dejjallit, që të kenë kujdes. Mirë, po Dejjalli do të del në këtë ummet. Tha: "Unë ju tregoj për një shenjë që ta dalloni atë." Tha: "Dejjalli është i verbër në njërin sy. Ai nuk është Zot, ai nuk është Allahu na ruajt. Dejjalli është i verbër në njërin sy, ndërsa Allahu nuk është i verbër." Në transmetimin tjetër tha: "Në ballin e tij shkruan kafir, dhe atë e lexon çdo kush i cili ka iman në zemrën e tij." Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na njoftoi që ne kemi mundësi të mbrohemi nga Dejjalli me imanin ton të fuqishëm në Allahun azza wa jall, me stabilitetin ton në fenë e Allahut azza wa jall. Gjithashtu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ai i cili arrin kohën e Dejjallit, leti lexon ajetet e para të surës Kahf." Në një hadith tjetër tha: "Kush i mëson 10 ajetet e para të surës Kahf, kush i mëson përmendj, Allahu do ta mbron nga Dejjalli." Gjithashtu na mësoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, na udhëzoi dhe na porositi që në çdo namaz, para se ta përfundojmë namazin, në kohën e lutjeve, duave të namazit, të bëjmë dua dhe të themi: "Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr wa min adhabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil mesihid dajjal." O musliman, bajeni këtë dua, bajeni këtë lutje në çdo namaz të juaj, para selamit, duke lutur Allahun që t'ju mbron nga 4 gjëra: nga dënimi i varrit, nga dënimi i xhehenemit, nga fitnet e dunjas dhe të vdekjes, dhe nga fitneja e Dejjallit. Nga se fitneja e Dejjallit është fitne e madhe. Do të përhapet fitneja brenda 40 ditëve. Mira njerëz do t'i bashkangjiten atij deri të vjen momenti që të përballen 2 ushtrit. Ushtria islame nga njëra anë, ushtria e Dejjallit nga ana tjetër. Do të radhiten safat në vendet e Shamit. Besimtarët do të përgatiten dhe do të tubohen. Do të rreshtohet ushtria islame. Do të del përpara imami i tyre, që së pari ta falin namazin e sabahut. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Do të bëhet ikameti për faljen e namazit të sabahut." Mirë, po në këtë moment do të paraqitet edhe një shenjë e madhe e kiametit, dhe ajo është
zbritja e Isait alayhis salam. Isai alayhis salam do të zbret nga qielli në tokë në atë moment imami i muslimanëve, i cili në atë kohë do të jetë Imam Mehdi, të cilin e kemi përmendur. Imam Mehdi do të jetë imam i muslimanëve. Kur ta sheh që ka zbritur Isai alayhis salam, do të tërhiqet një mbrapa që imam të del Isai alayhis salam. Mirë po Isai alayhis salam do ta shtyn në shpatullën e tij duke i thënë dil ti, nga se për ty është bë ikameti. Do ta falin namazin dhe do të bëhen gati, do të nisen për në Beitul Maqdis, atje ku Dejali e ka tubuar ushtrinë e tij, atje ku mbrapa, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i qëndrojnë ushtrisë së tij mbrapa 70.000 jehud të armatosur thellë, qëndrojnë të fuqishëm, të përgatitur, 70.000 jehud në ushtrinë e Dejalit me gjithë ushtarët të tjerë. Isai alayhis salam arrin afër Beitul Maqdisit, kërkon që të hapet dera dhe hyn atë ushtria islame. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do ta takon Isai alayhis salam Dejalin në vendin, në portën e fshatit apo vendit Lud, i cili është sot në Palestinë. Në atë vend, në atë fshat, në atë port do të takon Isai alayhis salam Dejalin. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ta sheh Dejali Isai alayhis salam, do të fillon të shkrihet nga frika, sikur që shkrihet kripa në ujë. Atëherë do të nxiton Isai alayhis salam, do ta ngrit shpatën dhe do ta mbyt me dorën dhe me shpatën e tij Dejalin, i cili do të bie për tokë i vdekur. Do ta shohin muslimanët gjakun e Dejalit në shpatën e Isait alayhis salam. Pastaj do të fillon ikja e jehudëve, të cilët janë tubuar dhe janë grumbulluar në ato vende, ashtu siç ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do të fillon ikja e tyre, do të fillon fshehja e tyre. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atë ditë do të flet edhe guri edhe druri. Atë ditë do të flet edhe guri edhe druri dhe do të thot, ja muslim, ja abdallah, khalfi jehudijun, feta'ala faqtulhu. Do të flet guri, do të flet druri, do të thot, o robi Allahut, o musliman, pas meja është fsheh një jehud, eja edhe luftoja atë. Pas meja është fsheh një jehud, të gjithë do të flasin, gurët edhe drurët, përveç një druri, përveç një peme, një bime, e cila quhet Gharqad, i cili nuk do të flet. Tha, kjo pem, ky dru është i jehudve, të cilin sot e mbjellin jehudët sa ma shumë në ato vende. Ndërsa lufta e tyre kundër muslimanve është e humbur, fitoria do t'ju takon muslimanve me garancë, me siguri, nga fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kështu do të përfundon fitneja e Dejalit për të vazhduar jeta e Isait alayhis salam. Çka do të ndodh me ardhjen e Isait në tokë? Çka do të ndodh me shenjat e mëdha të kiametit? Si do të jenë fitnë tjera që do të vinë pas Isait alayhis salam? E gjithë kjo mbetet për të vazhduar, nëse Allahu azza wa jall na mundson. Ne lutim Allahun azza wa jall, Allahu të na mbron dhe të na ruan nga fitnet e kësaj dunjaje. Allahu të na mbron dhe të na ruan nga fitneja e Dejalit. Lutim Allahun azza wa jall, Allahu imanin ton të na shton. Allahu në islam të na forcon. Allahu të na mundson të jetojmë me këtë din dhe të vdesim ashtu si Allahu është i kënaqur. Të adorëzojmë shpirtin Allahut me la ilaha illa Allah, e të dalim para Allahut faqebardh. Lutim Allahun azza wa jall, musliman kudo që janë, Allahu t'i ndihmon. Gjendjen e tyre Allahu ta lehtëson. Të varfërit tan Allahu t'i pasuron. Të sëmurët tan Allahu t'i shëron. Të vdekurit tan Allahu t'i mëshiron. Lutim Allahun azza wa jall, nga dënimi i tij të na shpëton, në Jannatul Firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.